fileta pule me pasa dhe me sos të këpurdhave. Si fillim i prejmë filetat e pulës dhe i marinojmë me melmesa të ndryshme. I skuqim në tigan në temperaturë mesatare. Në anën tjetër përgatisim sosin. Trazojmë pak vaj me një lugë gjysmë të mesme me miell dhe shtojmë ajkën. E përzijmë mirë, shtojmë melmesat. Shtojmë dhe këpurdhat dhe i vendosim mbi zjarr. I lëm të zinë deri në trashësinë e duhur. Makaronat i zim sipas uzimit në paketim, i kullojmë mirë dhe pastaj shtojmë një lugë margarin, veget dhe curry dhe i përzijmë mirë, kushtu marrin shije dhe një ngjyrë më të mirë. Nëse i përgatisni, ju uroj përgatitje të mbarë, jemi tek recetat e radhës. Mirupafshim!